Të dielën e 29 marsit, akripatorët do të shkojnë përpara duke rikthyer orën verore. Në mëngjesin e së dielës, ora 03:00 do të shënojë 04:00, duke humbur një orë gjumë, por duke fituar më shumë dritë natyrale. Kjo masë aplikohet në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian sipas rregullave të përbashkëta për orën verore dhe atë dimrore. Ndryshimi i orës ka për qëllim kursimin e energjisë dhe shfrytëzimin më të mirë të dritës natyrore gjatë muajve më të ngrohtë dhe aplikohet në Europë prej dekadash. Përdorësit e telefonave inteligjent, kompjuterave, orëve smart dhe pajisjeve elektronike do të shohin ndryshimin të kryer automatikisht. Ata që përdorin orë analoge ose më të vjetra duhet ta rregullojnë vetë orën. Ora verore do të qëndrojë deri më datën 25 tetor 2026, kur të kthehet ora dimrore. Edhe pse ka pasur diskutime në nivel evropian për heqjen e kësaj praktike, sistemi i ndërrimit të orëve vazhdon të zbatohet normalisht.